Mbani gjethe lakre në shtëpi dhe i përdorni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Lakra është nga perimet më të lashta që është rritur në tokë. Kjo perime nuk mungon kurrë në kuzhinat shqiptare, ashtu si edhe në mbarë botën. Ajo nuk prishet lehtë në krahasim me fruta dhe me perimet të tjera, që mund të qëndrojnë për më gjatë në temperatura të ndryshme. Lakra është një nga perimet më të forta për njeriu edhe kundër qelizave të dëmshme. Lakra është e pasur kryesisht me fibër, vitaminën C, gjithashtu edhe me vitaminën K. Kompresat me lakër mund të jenë një zgjidhje fantastike kundër problemeve inflamatore, gjithashtu edhe kundër problemeve të gjirit dhe ato të këmbës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo perime është një shëruese shumë e madhe në dobi të shëndetit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Një recetë e lashtë europiane rekomandon pirjen e një gote të lëngut të lakrës në ditë kundër një sër komplikacionesh, duke lehtësuar kështu edhe shqetësimet që i kanosen trupit tuaj. Lakra gjen përdorime të gjëra tek femrat të cilat kanë probleme me gjim. Kompresat me lakër të ftohtë përdoren edhe nga femrat të cilët duan të ulin inflamacionin e gjirit, nëna leona që duan të ndërpresin ushqyerjen e fëmijës së tyre me gji. Ekspertët e Akademisë Amerikane të Pediatrisë pranojnë se lakra shërben më së miri si kompresë e ftohtë për gjirin. Sipas tyre, lakra do të qetësojë, por edhe do të zbusë dhimbjet dhe gjithashtu dhe entjen dhe do të sjellë rezultate të kërkuara kundër këtyre shqetësimeve. Këto kompresa të ftohta mbahen për të paktën 20 minuta edhe gjithë procedura përsëritet derisa gjendja juaj të qetësohet të ndjeshëm. Ekspertët tregojnë se efektet mirëbërëse të lakrës janë të mira kundër entjeve dhe dhimbjeve, gjithashtu nuk vlen vetëm për gjirin. Ato rekomandohen edhe kundër problemeve të caktuara të cilat lidhen edhe me shëndetin e nyjeve. Nëse këmba juaj është të prekur nga inflamacioni që shkakton dhimbje dhe entje, atëherë mund të mbështillni atë me një gjethe lakër të ngrohtë. Në këtë rast, zgjidhni lakrën e kuqe, e cila përmban substanca më të forta anti-inflamatore. Udhëzimet e përdorimit të kësaj recete janë këto, sipas Healthy Side. Hiqni gjethet e lakrës dhe i këputni kërcejt e trash. Shtypeni pak gjethen derisa të sheshohet për të nxjerrë lëngun e saj natyral. Më pas, gjethen e lakrës e mbështillni me lakër kuzhine dhe e ngrohni pak në mikrovalë ose edhe në furrë. Gjithashtu, pasi të jetë të ngrohur, vendoseni gjethen e lakrës në zonën e lënduar dhe e mbështillni me një garzë të pastër. Këmbën duhet ta mbani paksa të ngritur për një kohë më të gjatë. Kompresat me gjethet e lakrës gjithashtu duhet të mbahen për 1 orë dhe duhet të përsëriten 2 ose 3 herë brenda ditës, dhe kështu rezultatet që do të merrni do të jenë një lehtësim shumë i mirë kundër inflamacioneve dhe qetësimi i gjendjeve tuaja. Lakra është një nga perimet më të mira në historinë e njerëzimit, të cilat kurrë nuk duhet të mungojnë në regjimet tuaja ushqimore dhe jo vetëm. Ajo është një burim shumë i mirë i vitaminave, mineraleve, elementeve përbërës me veti të larta anti-inflamatore që e bëjnë atë një prej produkteve më të dobishme që na ofron nëna natyrë. Për shumën shekuj me radhë, lakra është cilësuar si një lehtësues kundër këtyre komplikacioneve. Gjithashtu, mjekësia alternative i është kthyer sërish teknikave dhe ka zbuluar rezultate mbreslënse të cilat do të vinë me përdorimin e lakrës. Ja çfarë do të ndodhë nëse mbështillni pjesë të caktuar të trupit me gjethet e lakrës, citon eksperti Healthy Side. Artriti dhe dhimbjet reumatizmale mund të mbahen nën kontroll. Sipas Earth Clinic, një ndër alternativat më të mira për të qetësuar dhimbjet e artritit, gjithashtu edhe problemet reumatizmale, është të mbështillni kyçet tuaja me gjethet e lakrës, qoftë kyçet e gjunjëve, të duarve ose edhe këmbëve. Mbështillni ato me pjesë të lakrës dhe i lini të veprojë gjatë gjithë ditës. Rezultatet do të vijnë re menjëherë dhe gjithashtu shëndeti juaj do të përmirësohet dukshëm. Ndrydhja e kyçit të këmbës dhe e dorës gjithashtu mund të lehtësohet me përdorimin e gjetheve të lakrës. Kujdo që i ka ndodhur të paktën të ndrydhë kyçin nuk mund ta përshkruajë dhimbjen që ndjen në ato momente.
edhe pse shpeshherë ju duhet të vendosni akull në vendin e ndrydhur, në të mund të vendosni gjethet e lakrës dhe t'i lini të pushojnë për një kohë të gjatë. Më pas, ndroni gjethet e lakrës me kompresa të tjera dhe përsërisni derisa të merrni një trajtim më të mirë dhe gjithashtu më të specializuar. Gjethet e lakrës janë një produkt shumë i mirë në luftën kundër inflamacioneve dhe problemeve të shëndetit. Gjithashtu, ju mund të lehtësoni infeksionet dhe inflamacionet të ndryshme të lëkurës me përdorimin e gjetheve të lakrës. Kujdes, në një rast të tillë nuk duhet të lidhet në zonën e infektuar gjethja e lakrës, por duhet të përdoret vetëm nëse konsumohet si duhet. Gjethet e lakrës janë produkte fantastike kundër inflamacioneve të organizmit dhe si të tilla këshillohet të përdoren vazhdimisht me kujdes. Nëse jeni në ata persona të cilët keni edhe inflamacione të gjinjve, atëherë në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i gjetheve të lakrës, duke lehtësuar këto komplikacione. Ju mundeni të përdorni gjithashtu gjethet e lakrës për të lehtësuar problemet tuaja imunitare. Lakra është një zgjidhje fantastike me vlera të larta për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kjo perime nuk duhet të mungojë kurrë në kuzhinat e shqiptarëve për shkak të përfitimeve mbreslënse që i ofron organizmit tuaj. Lakra gjithashtu është shumë e pasur me fibra, vitaminën C, me vitaminën B, është e dobishme edhe për mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i lakrave në dietën tuaj. Kompresat me lakër janë një zgjidhje fantastike kundër inflamacioneve të gjirit dhe gjithashtu edhe ato të këmbës. Ndaj mund të përdoren në kujdes edhe për të mbajtur larg këto shqetësime. Kjo perime gjithashtu është një shërbëese e madhe. Një recetë e lashtë europiane gjen përdorim të gjerë të lakra, sidomos kundër inflamacioneve të gjirit tek femrat. Kompresat me lakër të ftohtë mund të përdoret edhe nga femrat që janë nënshtruar kirurgjive ose ato që vuajnë nga inflamacionet e gjirit. Nëna Leona që duan të ndajnë fëmijën e tyre nga ushqyerja me gjie të tjera. Ekspertët e Akademisë Amerikane të Pediatrisë pranojnë se lakra shërben më së miri se kompresat e ftohjes për gjirin. Sipas tyre, lakra është një zgjidhje lehtësuese në rast se inflamacionet e gjirit janë të larta, dhe kështu do ju ndihmojë që të arrini rezultatet e duhura për të patur gjithashtu edhe një shëndet më të mirë. Përdorimet e lakrës janë të gjëra, gjithashtu ajo mund të japë rezultate të mira edhe në rritjen e imunitetit tuaj. Lakra është një nga perimet më të preferuara të stinës së dimrit, që i përket llojit Brassica, dhe gjithashtu përfshin brokolin, lule lakrën dhe spinaqin në familjen e saj. Ndaj dhe përdorimi i lakrës në dietën tuaj duhet jetë një mburojë e veçantë ushqyese për disa komplikacione, të cilat e rëndojnë më shumë shëndetin tuaj në mënyrë të përgjithshme. Vetë se është shumë e shijshme, lakra gjithashtu është mjaft e mirë edhe për shëndetin ton pasi përmban nivele të larta të fibrave, manganit, folatit dhe elementeve të tjerë ushqyes. Ajo përmban vitaminën B6, vitaminën K dhe C. Përveç kësaj, ajo ka mikronutrient të vitaminës A, hekur dhe riboflavin, të cilat janë shumë të vlefshme në shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Së bashku me ushqyesit e rëndësishëm që përmban, lakra ka pak kalori dhe përmban gjithashtu antioksidantë të fuqishëm përfshirë polifenole dhe komponente të tjerë të sqafurit, të cilët do të japin rezultate të mira në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Përdorimi i lakrës në dietën tuaj mund të forcojë ndjeshëm shëndetin tuaj të zemrës. Lakra është një nga perimet më të mira që mund të ndihmojnë kundër komplikacioneve të zemrës. Gjithashtu ajo përmban nivele të larta të polifenoleve dhe ndihmon në parandalimin e ngritjes së trombocideve dhe redukton gjithashtu komplikacionet e tyre. Lakra do të ndihmojë ndjeshëm në shëndetin tuaj të trurit, duke qenë se përmban edhe element ushqyes për të, siç është vitamina K. Lakra është e mirë për sistemin tuaj tretës dhe gjithashtu ju bën që të jeni më të ngopur dhe do të reduktoni marrjen e ushqimeve të tepërta me kalori që do ju bëjnë të shtoni në peshë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.